Mara mend se për ujitje vaditën e gjitha. Tani përsa i përket brezit tim, pak edhe për humor, unë jam brezi flamingove, kështu që në 35 vjet bujqësia dhe blegdoria në këtë vend nuk është mbështetur, për hir të vërtetës. Është bërë sikur është mbështetur. Dhe sot, vërtet qeveria shqiptare apo Ministria e Bujqësisë ka akorduar 52 milion euro. 77.3 ka akorduar Malizi. 77.5 ka akorduar Kosova. 100 e ca milion Serbia. 64 milion euro. Ja, do ta them edhe këtë. Po kalove në totalin e fondeve, jemi më keq akoma, po më lërë tani ta mbaroj. Po 80% tani për... Atëherë, në rastin konkret, Maqedonia e Veriut, që ka më pak se ne, ka 200 milion euro në totalin e volumeve të dedikuara për bujqësinë dhe në skemën kombëtare, dhe unë po përmendja skemën kombëtare, pra mbështetjen drejtpërs drejti, çon 100 milion euro. Dhe skema kombëtare në Malin e Zi, 77.3 milion euro shkojnë për fermerët drejtpërs drejt, ndërsa në skemën kombëtare shkojnë 170 milion euro. Ne kemi 162 milion euro, apo 134. 165 milion edhe. Pra, mbështetja drejtpërs drejt është shumë herë më e vogla, po dhe mbështetja totale është shumë herë më e vogël. Kështu në shifra me rajonin është larg. Kjo histori ka qenë në këto 35 vjet dhe ndajnë jemi në një rënje të numrit të blegdorisë. Nuk kuptohemi. Unë kam një pyetje shumë konkrete. Kjo mbështetja në shifra që ne themi shifra, a është reale dhe a do ta bëj fermerin ton të konkurueshëm? Pra që kosa feedback, ne investojmë për vitës, për shembull 5 vitet e fundit. I kemi investuar dhe nuk kemi rënje të blegdorisë, kemi rënje të sipërfaqe, do të thotë që skemat janë dishtuara në mes ai që mos lër të flasësh. Profesoresh, ta jap përgjigjen. Të lutem, ata mbaroj. Unë ju kam dëgjuar, të lutem, po lër të flasë tani, po lër të flasë. Okej. Në një debat të dy pas. Bën pyetjen edhe unë do t'jap përgjigjen. A e bën kjo më të konkurueshëm sepse e gjithë diskutimi që bëhet në gjithë Europën, kudo, profesioni i fermerit është ka profesionet më të vështira. Pra nuk është qef i madh të jesh fermer, për hir të vërtetës. Në Shqipëri është praktikisht e pamundur të jesh fermer për disa arsye. Ne kemi çmimet e naftës marramendse dhe ajo kjo toka punohet pikërisht me ato çmime nafte, duke krahasuar me skafet e super të pasurve që vinë e marrin me 500 lekë në portet tona. Iku kjo pjesë. Ne kemi ferma që kanë një mekanik. Është realitet politik. Mbështetja për naftën është në skemë. Jo, po më mohon skemën. Po lëre skemën, mbroj parlament tani. Ç'është kjo? Si me parlamentu? Skema. Po jo më si është skemë. Nafta shequr është shtuar biles. Nafta shequr është bërë shumë mirë që shequr sepse kishte korrupsion. Mund të themi një gjë teleshikuesit, lutem, se dua nga goja juaj, se jeni profesor në këtë fushë. Dhe me thënë, këta fermerët nuk janë më fermer, janë bërë biznesmen. Janë bërë konsumator. Pra, po konsumojnë produkte që vinë nga fermat konkuruse të vendeve të paktën të rajonit.